Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit dhe mëshirësit, të ndërruar vëllezër dhe motra, dhe gjithë të pranishëm. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Fjala më e mirë është fjala e Allahut xheleshanuhu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa bekimet e përzemërta i takojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, pa humbur kohë me emrin tim dhe me emrin e nxënësve që bëjnë hap në sot, ju falenderoj nga thellësia e zemrës. Gjithashtu i falenderoj prindërit e në veçanti ata që kanë kontribuar për këtë hapme. Allahu ju shpërblet me xhenet. Këtë hapme do ta fillojmë me një ashër nga nxënësja Aksa Berami. أعوذ بالله من الشيطان
Gjellëshan duke respektua urdhërat e Zotit, duke punuar punët e mira dhe duke u ruajtur nga e keqja. Vlerëta Severi pyetje. Cila është detyra e tretë themelore e Islamit? Detyra e tretë themelore e Islamit është agjerimi muajit Ramazan. Çka është agjerimi? Në muajin e bekuar të Ramazanit, muslimanët agjerojnë. Agjerimi do të thotë mos hallë, të mos pirë nga kimi deri në mbrëmje. Kush e ka obligim agjerimit? Agjerimi është farz për njeriu i cili është musliman në moshë madhore dhe psikologikisht i aftë. Çka duhet të bëjmë gjatë agjerimit? Gjatë muajit të Ramazanit do të punojmë sa më shumë punë të mira, të jemi të sqeshëm dhe të dëgjueshëm, të respektojmë prindërit e afërmit, të ndihmojmë të varfërve, të japim sadaka, të realizojmë kurat dhe të falim nafile namaz. Cilët punë urrejnë gjatë agjerimit? Njeriu që agjeron nuk guxon të bëjë vepra të këqija dhe të shkak të tushme e gënjeshtra. Çka e prish agjerimin? Agjerimi do të paprishë nëse ramu ose pini me qëllim dhe nëse me qëllim shkakton ndjekje. Cilët janë llojet e agjerimit? Llojet e agjerimit janë farz, agjerimi muajit Ramazan dhe kefaret, suflet, agjerimi jetë mashkullës dhe të aktër djetë muaj muare. Me duk të agjerosh nga 3 ditë çdo muaj, me duk të agjerosh ditët e Bajramit, të pretë të ramu të shtukat dhe të agjerosh të ditë. Haram të agjerosh femra me sarmi dhe nifazit. Ajameti pyetje. Cila është detyra e katërt themelore e Islamit? Detyra e katërt themelore e Islamit është që pasaniku me në çdo ditë zeqat nga pasuria e tij. Çfarë do të thotë fjala zeqat? Fjala zeqat do të thotë pastrim larje e pasurisë nga haku i huaj dhe pastrim dhe larje nga mëkatet. Kujt i jepet zeqat? Zeqati u jepet të bashkëve që nuk mund ta sigurojnë ushqimin dhe që nuk kanë fare kushte për jetë, udhëtari që ka mbetur në rrugë pa mjete nuk ka me çka të jetojë. A është e detyrë për çdo musliman me dhënë zeqat? Me dhënë zeqat është detyrë domosdoshme për njerëzit të cilët i plotësojnë këto kushte, të jetë musliman, të ketë sasi të caktuar të pasurisë nisab dhe të hollë për gjendjes. Çfarë dobi kemi nga zeqati? Zeqati garanton jetesën e të bashkëve e kështu e siguron qetësinë e vendit i bashkon pasanikat me të bashkëve. Blend i Brishi pyetje. Cila është detyra e pesë themelore e Islamit? Detyra e pesë themelore e Islamit është vizita e Ka'bës për ata të cilët do në ndërshio votimin deri atje. Çka është haxhi? Haxhi do të thotë të vizituarit të shtëpisë së shenjtë të Ka'bës në kohë të caktuar, vend të caktuar dhe duke punuar punë të caktuara. Çka është Ka'bja? Ka'bja është shtëpia e parë ndërtuar në rrugën e tokës për të adhuruar Allahun xhaleshahu, e cila gjendet në Mekë. Kush e ka obligim haxhi? Allahu xhaleshahu muslimanit që kanë mundësi materiale, pa ka bërë obligim që një herë në jetë të udhëtojnë deri në Mekë me qëllim që të vizitojnë Ka'bën. Cilat janë kushtet e haxhit? Kushtet e haxhit janë të veshur di ihramin, qëndrimi në Arafat dhe bërja tavafit rreth Ka'bës. Kur është të bëjë haxhi obligimi muslimanëve? Haxhi obligim është bërë në barin të vitit të 9 pas hijretit. Në cilin muaj vret haxhi? Krerja e haxhit bëhet në muajin Dhulhijhe, në muajin 12 sipas kalendarit islamik. Endrit Zibeli, thjesht, Allahu është një. Allahu është një, Allahu është një, asnjë shok nuk ka, ai krijoi botën dhe gjithçka që ka, ai krijoi tjerën që na jep qetësi, ai krijoi hënën për natën me qetësi. Me dorë në zemër lutin unë e bëj faleminderit Allahut që të besoj. Bamira i Brishi, thjesht, me Kur'an në zemër. Kurani, dritë që zemër më ndryshon, rrugë që shpirti im gjithnjëri kërkon. Fjala e Allahut, pushime e paparim, shërim për zemrën bekim i zhurtim. Udhën për jetë, të dritën në çdo hap, në largon errësirën na sjell në rrugë të prapë. Në çdo ajet që paqe e jetë, se fjala e tij na mbush me mirësi. Sot me hartë në zemër e dëgjojmë, fjalën e Zotit në derë të kuptojmë. Allahu na përfshin nga atyre që i lëdojmë që në Kur'anin jetën e sigurojmë. Diana Xhepi, thjesht, drita e Ramazanit. Drita e Ramazanit, Ramazani vjen e paqe, agjerim që pastron zemrën, lutje që mirat të qiell, shpresën në zemrën na forcon. Ditë me durim, e vend me lutje, familja mbledhet në sofrë, një fjalë e mirë, një dorë ditë, një gjëra që në shumë. Suela Ademi, drita e Kur'anit. Sot u pyet në rrugë e shenjtë, me Kur'an zemra të ndriçuar. Çdo ajet u lexuar me iman, me durim, shpresë dhe besim të pastër. Fjala e Zotit na bashkon, na mësoi rrugën e tij. Në fjalët e tij gjetëm dritë dhe paqe për zemrat tona.
Kurani është udhëzues në çdo hap të jetës tonë. Na mëson të jemi të drejtë, të ecim gjithmonë me besim. Në faqet e tij ka mësime për të rinj e për të rritur. Na thërret në mirësinë e ndet, në durim dhe respekt për njëri tjetrin. Loran Begjiri, Vjesh, hallëmja u plotësua. Sot hallëmja u plotësua me guzim dhe na mbushua. Kuranin Allah u vëzim, paqe, jetim dhe bekim. Allahu na pranon, do lutje na dëgjon, dhe rrugë të drejtë na mbaj, dhe në xhenet na bashkon. Anuar Begjiri, Vjesh, kush na ka krijuar? Kush na ka krijuar, o vëllezërit e mi? Ndalni e mendoni, botën që rrethon. Ndalni e shikoni, hyrë në hapësirë që pa ndalë notojna. Toka, t'jemi e hëna, rrugën si gabojna. Shikoni me kujdes, fusha male kodra, dikush i ka krijuar, e nuk janë lodra. Pra, o vëllezërit e mi, mos mbeteni të hutuar, dijeni të vërtetën, Allahu na ka krijuar. Omer Rexhepi, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Amir Rexhepi, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينة والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Biona Suleimani, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Riani Razi, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم
توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Aydan Bayrami, aşağı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Permemorative, ilahie, zogu I gjenetit. Çështjo e këndshme miskut, që ka ploi toke qel, ç'është ky shpirt që po lartësohet, e po pritet kaq më lehtë, ç'është ai zogu ngjyrë gjelbër, mbi burime fluturon, dhe shëtit në për xhenete, në çdo skaj të tyre shkon. Myshte marr për ty ka, djali yt shehit kara, amanet yt ala, kur të vin për mu me pa, jo sultan me mërzi, s'du me lot me ti pasyt, kokën lart vajenan, bandurin me iman. Myshte marr për ty ka, djali yt shehit kara, amanet yt ala, kur të vin për mu me pa, jo sultan me mërzi, s'du me lot me ti pasyt, kokën lart vajenan, bandurin me iman. Një pikgjak nga trupi rodhi, gjithë mëkatet I rënoj, ishte rob I kthyer nga Zoti, andaj Zoti ty të gratoj, hap punitjen të xhenetit, për ju ky vend është solis, s'ka mbrëmje, s'ka mbrëmje, kjo është ditë e përjetësisë. Lumë për ty o shërit, jem gostit I Zotit, ishe ti zemërnit, zgjodhe vdekjen më të mirë, gjaku yt shumë I shtrenjtë, ujit I tokën e shenjtë, luftove për shahadet, emri yt ka me mbet. Lumë për ty o shehit, jem gostit e Zotit, ishe ti zemërnit, zgjodhe vdekjen më të mirë, gjaku yt shumë I shtrenjtë, ujit I tokën e shenjtë, luftove për shahadet, emri yt ka me mbet. Pyetje, Melek Bayrami. Cili është kushti I parë I besimit islam? Kushti I parë I besimit islam është të besuari në Allahun e madhëruar. Si duhet besuar Allahun e madhëruar? Allahun e madhëruar
Cilat janë cilësitë Allahu Gjeleshanuhu? Cilësitë Allahu Gjeleshanuhu janë: Allahu ekziston e vujud, Allahu është një e badani, i përhershëm pa fillim e kidem, i përhershëm pa marim e beka, ekziston nga vetëtiu kiamun bi nefsi, nuk i përgjan as kujt as kujtjohit, buhar në fetun i hawadin. Allahu jeton e në hayat, di gjithçka e lim, dëgjon gjithçka e semu, sheh gjithçka e besar, me vullnetin e vet bën gjithçka e irade, është i përfuqishëm e kudra, gjithçka shpik për babë shkut e kelam, folën me forësit e vetë minor e të kuj. Cili është kushti i dytë i besimit? Kushti i dytë i besimit është të besoni në melekët e Allahut. Çka janë melekët e Zotit? Melekët janë krijesat e Allahut Gjeleshanuhu të padukshme për ne, të krijuara prej driftës, nuk kanë nuk pinë, i vetë pushimi i tyre është zbiri i Allahut. Cilat janë detyrat e melekëve? Detyrat e melekëve janë zbatimi dhe kryerja e urdhrave që caktoi Allahu Gjeleshanuhu. Sa melek ka? Melek ka shumë, për më të njohur janë: Gjibrili solli shpallin, Azraili mori shpirtrat, Israfili vjersuri, Mekaili dhan riskun, Kiramu ka të shpejt shkruajtërat e njeriut, Mukiti dhe Nekiti shoqërojnë njeriu në varr. Cilat janë detyrat e melekëve ndaj njerëzve? Melekët gjithmonë i shoqërojnë njeriu dhe gjithmonë i japin mendime të mira. Si duhet të lutemi kundër djallit të mallkuar? Allahu kundër djallit të mallkuar duhet të lutemi me këtë lutje: Eudhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, kërkoj mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar. Pyetje, Jona Sulejmani. Cili është kushti i tretë i besimit? Kushti i tretë i besimit të imanit është të besuari në librat e shpallur nga Allahu Gjeleshanuhu. Çka janë librat e Zotit? Librat e Zotit janë shpallje që Allahu Gjeleshanuhu me anë të mrekut Gjibrail va shpalli pejgamberëve të vet. Çka përmbajnë këto libra? Këto libra përmbajnë udhëzime, këshilla, lutje dhe çdo gjë që është në dobinë e njerëzve. Sa libra ka shpallur Allahu Gjeleshanuhu? Allahu Gjeleshanuhu me anë të mrekut Gjibrail njerëzimi i qise va shpalli 104 libra, 100 janë të vogla, 4 të mëdha, të vogla që janë suhufe apo fletushka, të mëdha që janë kitabe. Gjithse kemi 10 suhufe dhe 4 të mëdha. Kujt i kanë zbritur këta libra? Këta libra i kanë zbritur Teurati i zbriti Musait a.s., Zeburi i zbriti Davudit a.s., Injili i zbriti Isait a.s., Kurani i zbriti Muhammedit a.s., ndërsa fletushkat i kanë zbritur Idris, Ibrahim, Isak, Ismail dhe Jakub. Cili është libri ynë? Libri ynë është Kurani familjar i cili i zbriti Muhammedit a.s., që të jetë udhërfyes që njerëzit të jenë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurani është ai që përmbledh të gjitha këto shpallje, si është shpallja e fundit e bazës të fesë islame. Çka na mëson Kurani? Kurani na mëson ta njohim dhe ta adhurojmë Zotin, të bëjmë vepra të mira dhe të jetojmë sipas ligjeve dhe porosive të Kuranit. Çka ti të thuash për Kuranin? Kurani është fjala e Zotit e shpallur në gjuhën arabe. Ajo që ka 114 kaptina dhe 6317 ajete. Ka zgjatur 23 vite, 10 vite në Medinë, 13 në Mekë. Kaptinat janë të përmbledhura në një libër i quajtur Mushaf. Si është shpallur Kurani? Kurani është shpallur Muhammedit a.s. pjesë sipas nevojës që paraqitet për zgjidhjen e ndonjë çështjeje. Ndonjëherë zbritet nga 1 ose 2 ajete, ndonjëherë nga një kaptinë e tërë. Si duhet të veprojnë njerëzit me Kuranin? Njerëzit me Kuranin duhet ta lexojnë bukur sipas rregullave të leximit të tij, të mësojnë të zbatojnë urdhrat që na udhëzojnë nga e mira dhe na shmangin nga e keqja. Pyetje, Ermina Ziberi. Cili është kushti i katërt i besimit? Kushti i katërt i besimit është besimi në pejgamberët e Zotit. Kush kanë qenë pejgamberët e Zotit? Pejgamberët e Zotit kanë qenë njerëz të zgjedhur, të cilëve Allahu Gjeleshanuhu dërgoi udhëzimet e veta, shpallje për t'u treguar dhe mësuar njerëzve. Këtë Allahu Gjeleshanuhu e bëri nga mëshira e njerëzve. Pse Allahu Gjeleshanuhu i dërgoi pejgamberët? Allahu Gjeleshanuhu njerëzve u dërgoi pejgamberët e shpallje që ata të njohin dhe të kuptojnë shumë gjëra dhe koncepte. Për shembull, shumë njerëz kanë besuar se ekzistojnë më tepër zotra. Prandaj Allahu Gjeleshanuhu nëpërmjet pejgamberëve dhe shpalljeve i udhëzoi njerëzit që të besojnë vetëm në Zotin. A ka pasur shumë pejgamberë? Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin familjar ka përmendur vetëm këto pejgamberë: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub, Yusuf, Shuaib, Dhulkifl, Musa, Harun,
Sulejman, Ilyas, Eliesa, Yunus, Zekeria, Yahya, Isa, Dhulkarnejni dhe Muhamedi a.s. Cilët janë cilësitë e pejgamberëve? Sitë që një ka vërtet, emanet kanë qenë plotësisht të besueshëm, teblik shpalljen e Allahut ka shpjeguar njerëzve saktësisht dhe tërësisht. Ismet kanë qenë njerëz të ruajtur nga gjinavet, fetanet kanë qenë njerëz të zgjedhur dhe të mençur, të kur ka qenë meshur. Kush është pejgamberi i parë? Pejgamberi i parë në fytyrën e tokës është Ademi a.s. i cili njëkohësisht është edhe njeriu i parë. Kush është pejgamberi i fundit? Pejgamberi i fundit është Muhamedi a.s. Pas tij, deri në ditën e gjykimit, nuk do vi pejgamber tjetër si në shkronjë tjetër pas Kuranit. Çka di të thuash për Muhamedin a.s. Pejgamberi Muhamedi a.s. lindi në Mekë. Babai i tij ishte Abdullah nga fisi Quraysh, ndërsa nëna Amina. Muhamedi a.s. peti shumë herë pa pritër, për të kujdesur me dashurinë e madhe gjyshi dhe xhaxhai i tij. Pyetje, Erit Seferi, cili është kushti i 5 i besimit? Kushti i 5 i besimit është besimi në ditën e fundit, ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit. Cila është dita e gjykimit? Dita e gjykimit është ajo ditë kur të gjithë njerëzit pasi të ringjallën do të tukohen para Allahut xhaleshanuhu për të dhënë llogari për veprat që bënë në këtë jetë. Ç'është xheneti? Xheneti është vendi ku besimtarët do të shpërblen sipas sevapeve të fituara dhe veprat e mira që kanë bërë në bazë të besimit islam. Ç'është xhenemi? Xhenemi është një vend ku njerëzit do të paguajnë dënimin për gabimet e tyre të bëra në këtë botë. Kur do të ndodhë dita e Kiametit? Se kur do të jetë dita e Kiametit, e dimë vetëm Zoti xhaleshanuhu e askush tjetër. Ç'është vdekja? Me vdekja nuk mbaron jeta. Vdekja është ndalja e shpirtit nga trupi. Vdekja është ndryshimi i mënyrës së të jetuari, ku shpirti vazhdon të jetojë edhe pas shkakut njerëzimit të jetës në këtë botë. Ç'është berza? Berza është vendbanimi i shpirtave. Në atë vendbanim shpirtet do të jenë prej vdekjes deri në ringjalljen e trupit, por do të bashkohet me trupin e vet. Shpirtet janë të ndara dhe të raditura sipas shkallës së fisnikërisë, shpirtërore dhe sipas meritave të fituara në këtë botë. Ç'është Kiameti? Kiameti është dita kur Zoti pas shkatërimit të kësaj bote do të krijojë botën tjetër dhe do të ringjallë trupat e njerëzve për të bashkuar me shpirtet e tyre. Dhe pastaj do të thirrë njerëzit që të përgjigjen për veprat e tyre që kanë punuar në këtë botë. Pyetje, plot i bishi. Cili është kushti i 6 i besimit? Kushti i 6 i besimit është unë mësoj që të gjë të ndodhesh me dëshirën dhe caktimin e Allahut xhaleshanuhu. Si duhet që ta kuptojmë caktimin e Allahut? Caktimin e Allahut e kuptojmë sipas caktimin e Allahut e kuptojmë se ai ka krijuar botën gjallore dhe toksore dhe se ai cakton rendin dhe dorën mbi të. Pasi që ka qenë shka e caktuar, a është në rregull shpërblimi i Allahut? Po, sepse Allah i dha vullnet të lirën njeriu që të zgjedhë veprat, nëse vepron mirë shpërblet, nëse vepron keq të nohet. Çka duhet të bëjmë nëse na ndodh diçka e keqe? Nëse na ndodh diçka e keqe, ne e dimë se është e shkruar nga Allahu xhaleshanuhu dhe për këtë arsye ne duhet të bëjmë durim ose sabër. Në çfarë mënyre mund të dallojmë veprat e mira dhe veprat e këqija? Veprat e mira dhe të këqija janë sipas rregullave të Islamit. Ajo që Islami e lejon është e mirë, ndërsa ajo që nuk e lejon është e ndaluar rëndësisht. Anesi Vullai, vjeç, 5 kohët e namazit. Jo paralindis namazin e falë shumë shkollë loj e në rrugën dalë. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Dërojë muslimin si dimon në çdo kohë namazin Zoti la adhuroj. Para perëndimit të në brendahim për të falë namazin në ditën e mirë. Pasi të kaloj dalë kalimin në pak para gjënë prapë Zoti më falë. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Troj razi, vjeç, Zotit lutju. Zotit lutju dhe i beso, rrugës ti mos ju largo, pa besim Zotit nuk ka, la ilahe illallah. Zotit botën ka kriju, pejgamber na ka dërgu, përveç ti tjetër nuk ka, la ilahe illallah. Zotit ta shëtim të dhurën, me namaz të adhurën, ti jeti tjetër nuk ka, la ilahe illallah. Nëse Allah ti shpëtim do, jeton ti si musliman, do xhenetin për me pa, la ilahe illallah. Leroni bishi, vjeç, fjala e Zotit. Kurani i tri, vëzëm të shotë, fjale e shmetë që nuk e tregon, shpirtin e paqe e përqafon, në çdo ajet ku të si tjetë, besim një rritë të ti
ditë të bregtaresh, zemrat e Zotit gjithmonë mbështeten, libër i shenjtë, udhë e drejtë, nga mëson dashuri e jetë të vdeshme, me Kurani shpirti batinet. Djarë Sulejmani, vjesh, fjala që fal. Fjala që fal, në agun e heshtër zbrenje dritë që, lutjen që të lartë shpirti bëhet te, Bajrami një se fjala që fal e shëron, plakët e mirë ka dalë zemrat i bashkon, sofrat janë e lutje, jo vetëm ushqim, qdo dore shmira mal pache e besim, le të beset jo ditë si në dritën e përicim, Bajrami e bekuar për ti për mua për qdo njeri. Bera Zëgjili, vjesh, hat me bekuar. Hat me bekuar, me këtë vetë shetë të plodhën sot, dhe zemrat e pastra me dritë në botë, dhe fjallës së Zotit të Kurani të bekuar, që nga mësoj të jemi mirë të ndëruar, me zë të jetë të lecuar çdo ajet, dritë për zemër unë në çdo jetë, falenderim për hoqën e për kushtim, që nga udhëzoj me ti jemi nësim. O Allah, na pranoj lutjet tona me dashuri, bekoj fëmijë në çdo hapë në çdo ditë, dhe me Kurani ti në jetën tonë, sot nesër e për gjithmonë në zemrën tonë. Vesa Junusi, vjesh, mbulesa ime për Allahun. Mbulesa ime për Allahun, mbulesa ime nuk është thjesht për hurë, është mbitje e Zotit, zemër e pastër e turuar, kur vendos mbi flokët e mi, gjej më afër në shirën e ti. Për Allahun e pa me krenari, jo për botën, as për lati, është amanet, është nder, rrugë e drejtë dhe xhenetit të vërtet. Mbulesa ime është dritë me risirë, është modestia që më bën më të mirë, jo kufizim për forcën drejtshme, rrugë e drejtë, jo premtime si për të deshme. Ilahie, Melek Bajrami, lutja e pritërve. Jam pranvari tënë, ti nuk më fle, e nuk bën zan. është herë e parë, as një këshim mos me më pranë. Erdha
Ensar Bajrami, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Melek Bajrami, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Albana Bajrami, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Pyetje, Enes Recep. A mund të falemi nëse na mungon ndonjë prej dy kushteve të namazit? Nëse na mungon një prej dy kushteve të namazit, nuk mund të falim sepse nuk jemi të përgatitur për të mirë për namazin e vetëre ose i do për tjetër. Cili është sharti i parë i namazit? Sharti i parë i namazit është kompletimenti kur të falim një të pastër. Çka kuptojmë me pastërtinë? Muslimani është i obliguar për shëndet të pastruar trupin, rrobat dhe shërbimeve kur të falim, sepse pa pastërti nuk mund të falim. Cili është sharti i dytë i namazit? Sharti i dytë i namazit është abdesti i pastruar me abdestin. Çka është abdesti? Me abdest nuk kuptojmë larjen e posaçme të trupit, mojë të pastër me qëllim për faljen e namazit i cili Kurani dhe veprave të tjera të devoshme. Si merret abdesti? Abdesti merret me ujë të pastër me 4 mënyrë. E bën njëti për të marrë abdest, për të pastruar dhe për të ofruar Zotit të dashishëm. E rënduar për të shpëtuar dhe të jetë, e shpëlan në gojë dhe me ujë të jetë, e shpëlan në mundër me ujë të jetë, e lanë fitërën për i bale të bejnë si dhe me vëshin në vesh, e lanë kokën mes, i lanë krahë, kramë në majtë kramë dhe kramë në majtë të rimë në
Muhammed dhe të janë se një mujë, lotë e që duke falë gjeshë në dhe në të dio shumë. Si e ndajmë abdesin? Abdesin e ndajmë në fashë pa qitë në nëndo. Abdesin fashë me rëko falë, një kërë në së shqe e kërë. Abdesin pa qitë me rëko klinë të amafine të gjabës. Abdesin me ndukë me rëko në këtë raste. Para së të fejnë, kur thërët e zamë, pas pastirë ka që në bloki, pas të rajës në tekve dhe kur në përpisa pas në merë. Pyetje, Aksa Bajrami. Kush konsiderohet sahib al-udhër? Sahib al-udhër konsiderohet njeriu pa trupi i të cilit rrjedhë ose del diçka gjaku që urinë pa mikre. Ç'ndodh nëse nga trupi i njeriu rrjedh gjaku ose qen? Nëse ndodh diçka e tilla, atëherë është e obligueshme të përshton namaz pa merret abdesi. Gjatë kohës së atij abdesi, sa namaze mund t'i falin pa ndërprerje? Mund të falim shumë namaze, por çdo namaz duhet të merret abdesi. Ç'është tejmumi? Tejmumi është pastrim simbolik me dhënë mungesë të ujit. Çfarë roli luan tejmumi në fenë islame? Tejmumi në fenë islame luan një rol të rëndësishëm, e zavendëson abdesin dhe guslin që janë si shkak për të kryer detyrat fetare. Çka e prish tejmumin? Të gjitha gjërat që e prishin abdesin e prishin edhe tejmumin, dhe nëse gjejmë ujë për abdes ose gusl. Sa namaze mund që të falen me tejmum? Me tejmum mund që të falim shumë namaze, por për çdo namaz duhet të merret abdes birit. Pyetje, Rejani Lazi. Çka është gusli? Gusli është rami fetare për të cilin na ka obliguar Allahu xhaleshanu që ta praktikojmë, pas marrëdhënieve intime, pas pastrimit të gjinokllokit atë në fas. Cilat vepra e ka të ndaluara që t'i punojë njeriu i cili është xhunub? Njeriu i cili është xhunub ka të ndaluara t'i punojë këto vepra, që të falë, të lexojë Kur'anin me dorë famës së ushqyerur me diçka, të hyjë në xhami, të bëjë tabafin, përveç këtyre që përmendën vepra kur është në hajde i pasi të ndalon këto vepra, agjerimi marrëdhëniet e tij. Cili është sharti i tretë i namazit? Sharti i tretë i namazit është punimi i trupit në namaz. Si duhet të jemi të veshur në namaz? Në namaz duhet të jemi të veshur në këto rregulla. Femra duhet të jetë trupi përveç fytyrës, duarve, përveç plakave dhe këmbëve, deri te thëndra, kurse tek meshkujt prej të hënë deri në gjuhë. Çfarë tesha duhet që t'i veshim në namaz dhe jashtë tij? Gjatë faljes së namazit dhe jashtë tij nuk lejohet që të veshim tesha të shkurtra, të dukme dhe tesha të ngushta të cilat janë gjetur për trup. Anwar Bajrami, vjesht, drita e imanit. Drita e imanit. Në zemër iman, në shpirt qetësi, Allahu më udhëzon në çdo vështirësi, me emrin e tij nis çdo hap në jetë, se pa mëshirën e tij s'ka dritë as presë në vërtet. Kur bie në lutje në heshtje të thellë, zemra ime dridhet, shpirti bëhet i qetë. Lotët rrjedhin por shpresa si ka, se Allahu fal dhe zemra mas part pra. Në namaz gjithkohës turi me dritë, ai më pron ka resira e çdo frikë. Allahu është mëshirues i lartë i madh, kur robi i tij nuk e lë pa shpresë e pa fat. Anik Alimi, vjesht, Esselamu Aleikum. Esselamu Aleikum, onor e baba, o motër e baba, paqja dhe shpëtimi Allahu qoftë mbi ju. Për Allahun që më krijuar, e jetën që më dhuruar, na edukoni si është e mundur që ne mos jemi të humbur. Ne nuk dimë asgjë se jemi fëmijë, na edukoni në rrugën e drejtë, se kemi me dhënë përgjegjësi. Jemi gratë e Zotit për ju, por edhe sprovë juaj. Na mësoni mirë e drejtë se ne nuk jemi të huaj. Na edukoni në rrugën e drejtë, mos na marrë nami. Na mësoni si është mësëmeti, ashtu si ka të Kurani. Blini Bini, vjesht, Ezani. Ezani, një ezan të lidhë në thëret, të na bashkojnë në xhenet, sepse një gjë të gjithë e di, pa namaz nuk ka shpëtim. Andaj vllati mos mënon, pa namaz e shpëton. Sara Beqiri, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Në Islam, mbulesa është një shenjë e bukurisë së mbrëmshme dhe dinjitetit të vajzës muslimane. Allahu i madhëruar në Kur'anin famullar, në surën El-Ahzab i thotë të dërguari: O Muhammed, thuaju grave të tua, vajzave të tua dhe grave të besimtarëve të heri mbi vetë mbulesën e tyre, që të njihen dhe mos të shqetësohen. Allahu është falës dhe mëshirues. Ne kemi përgatitur për ju një dramë të shkurtër për t'ua përcjellur këtë mesazh. Ju ftoj të na ndiqni me knatësi. Sigur të vendoja shami, por e di se prindrit do të më qërtojnë dhe nuk do të më lejojnë të vi as në xhami. Por e di se gjyshja do të më mbrojë se ajo është shkaktarja që unë vi në mektep. Unë dua që ata t'i vinë, se kjo dëshirë më buron nga brendja e shpirtit për Allahun. Nesër do të bisedoj me shoqet e mia të xhamisë për këtë brend. Esselamu alaikum. Wa alaikumus selam. Arta, ka kohë që nuk të kemi parë në xhami. Ke ndonjë hall? Po, kam një hall. Çfarë halli ke? Na tregoj që mund të të ndihmoj. Unë dua që të vi në xhami, dua që ta vendoj shami, por dua të prindrit të më përkrahin. Ju lutem, më tregoni se çfarë të bëj, e di se ata nuk do të më lejojnë. Arta, në këtë vendim, askush nuk mund të të pengojë. Nëse ti vendos që të jesh pjesë e këtij rrugtimi, ajo e gjitha varet nga ti. Arta, ti çfarë duhet të lutesh që Zoti t'ju arrotoj zemrën prindërve të tu, që ata mos të pengojnë në realizimin e ëmrës tënde. Kam shumë frikë. Se nuk e bisedon me Hartin që ai të bisedoj me baban tënd. Jo, se mund të bëhet më keq. A ke dikën nga familja jote që mund të të ndihmojë? Veç për krahin e Allahut që lëshajnë mu dhe gjyshen time të mrekullueshme. Arta, ti mundesh pasi rruga jote është e drejtë dhe e ndryshuar. Allahu të ndihmojë dhe të lehtësojë këtë rrugë. Ti të dalësh me timën e Zotit, vetëm nëse ti mbështetesh tek ai. Ky veprimit është shumë i bukur, ta sugjeroj që ta vazhdosh e ta ndjekësh këtë veprim. Je një humaniste që do të ndihmosh të tjerëve. Ti ke guxim dhe krenari. Shamia do të zbukurojë. Tani çomu, shko tregohu, brenda vetëm me çfarë ata. Esselamu alaikum. Wa alaikumus selam. Nën dhe baba, kam vendosur të vendoj shami. Shamia të ngjan shumë e bukura ime, por mendojmë se ende je e vogël për të marrë një vendim kaq të rëndësishëm. Të mbash shami është një përgjegjësi e madhe bie ime, se ti me vetë identifikohet me fen tonë të shenjtë, edhe nuk ka tallje me fen. Nëse ti vendos të mbash shami, atëherë ti do t'i kryesh të gjitha farzet dhe obligimet fetare. Nëse ti vendos që të mbash shami, ne nuk mund të ndalojmë me shtrenjtë ime. Ky është vendimi im përfundimtar, papa. Vendos të kryej një farzë që kemi obligim fetar. Kjo shami do të më përcjell sa të kem jetë, nuk tallem me gjëra serioze. Dhe nën, faleminderit Zotit që sot jam ende më e bukur me këtë shami. Pyetje, Beisa Bilali. Cili është sharti i katërt i namazit? Sharti i katërt i namazit është të falish namazin në kohën e saktuar. Sa kohë të namazit kemi? Kohët e namazit janë sabahu, dreka, ikindia, akşami dhe yatsia. Me çka lejohet koha e namazit? Fillimi i kohës së namazit kalërohet me thirrjen e ezanit. Ku thirret ezani? Ezani thirret në minaren e xhamisë, por mund të thirret edhe në vende tjera. Në cilën kohë nuk lejohet që të falet namazi? Nuk lejohet që të falet namazi në këtë kohë. Gjatë lindjes së diellit, kur dielli gjendet në zenit, gjatë perëndimit të diellit deri në perëndimin e tij. Pyetje, Sara Bekiri. Cili është kushti i pesë i namazit? Kushti i pesë i namazit është të thash ka kibla. Ç'është kibla? Kibla është drejtimi ka i cili të muslimanët
imanet kur falin namazin. Drejtimi i tillë quhet qafja shtëpia e Allahut xhaleshanuhu. Ku gjendet qafja? Qafja gjendet në qytetin Mekë të Arabisë Saudite. Ka duhet të kthehemi kur falemi? Kur duhet të falemi, nuk e dim se ka shqipja, duhet të kthehemi ndaj kanë me meta sa shqipja. Cili është kushti i 6 i namazit? Kushti i 6 i namazit është niyeti për të falur namazin. Si bëhet niyeti? Niyeti mund të bëhet me gjuhën arabe ose me gjuhën tonë. Pyetje, Omer Recep. Cili është kushti i parë për të filluar në namaz? Kushti i parë për të filluar namazin është iftitah tekbiri tekbiri fillestar. Çka është iftitah tekbiri? Iftitah tekbiri është tekbiri me të cilin kryer namaz duke kryer të duar të mira dhe të madhe themi Allahu Ekber. Cili është kushti i dytë i namazit? Kushti i dytë i namazit është qëndrimi në këmbë. Çka është qiyami? Qiyami është të qëndrosh në këmbë gjatë namazit pasi që e marrin tekbirin. Ku shikojmë në qiyam? Në qiyam shikojmë në vendin e sejdës. Pyetje, Elda Seni. Cili është kushti i tretë i namazit? Kushti i tretë i namazit është kirajeti, leximi i Kuranit në namaz. Çka quhet kirajet? Leximi i Kuranit në namaz quhet kirajet. Leximi i Fatihas dhe një sure. Cili është kushti i katërt i namazit? Kushti i katërt i namazit është shkruja në ruku. Ç'është rukuja? Rukuja është shkruja që i bëhet Allahu xhaleshanuhu gjatë faljes së namazit. Si bëhet rukuja në namaz? Pas falimit të leximit të Kuranit, gjatë qëndrimit në namaz, lëshohet me gjysmën e trupit dhe duart mbi gjurmë. Me shkut duhet i shpërndajnë gishtat, kurse për femër nuk është e nevojshme. Çka lexojmë në ruku? Në ruku themi 3 herë Subhane Rabbil Azim, që do të thotë i lartësuar të Zotin i Madh. Pyetje, vepra në retimi. Cili është kushti i 5 i namazit? Kushti i 5 i namazit është të lëshimi në sejdë. Çka është sejdja? Sejdja është ndërtimi i plotë ndaj Allahut xhaleshanuhu duke lëshuar fytyrën mballi bashkë me fundën në tokë. Çka lexojmë në sejdë? Në sejdë themi 3 herë Subhane Rabbiyal A'la, që do të thotë i nderuar dhe i madhëruar qoftë Zoti im më i lartë. Cili është kushti i 6 i namazit? Kushti i 6 i namazit është ulja e fundit. Çka është ulja e fundit? Ulja e fundit do të thotë ulja e cila bëhet në fund të çdo namazit pas secili japim selam. Kjo ulje është e domosdoshme sepse është e farsë. Zana Beqini, vjesh, namazin. Kur të ret ezani bukur, zana ime bëhet e lumtur, marr abdes qëndroj tjetë, për Allah më falen vetë, nëse shkete në zbalin ti, i flas Allahut me përkushti, a i më dëgjon çdo lutje, më mbush zemrën me paqe, 5 herë falen çdo ditë, namazin më jep shumë më dritë, më mëson të jemi mirë, me durim të shpëri e mëshirë. Amar Recepi, vjesh, Kurani. Kurani kur të lexoj, vë duke se në qerë për fluturoj, të gjithë planetit i vizitoj, e janë i familë Kurani të mësoj, si engjë në qerë të gjithë të fluturoj. Kurani është dritë që djelën në pravet, na për zemra tonë të petet për e. Kurani është dritë që shpri shpetit tim, vetëm në Kuran së mund të gjem kabin. Kurani dashë në ty të lezëm, në duar të parë në të mësërishëm. Kurani bekuar Jesu idit, në për një Gjibrajlin dhe Zuritit profetit. Elion Bajrami, vjesh, o njeri o gjunahqar. O njeri o gjunahqar, asta e bejë ty, thirrje se ajo përgjigje, apo u bane që se një. Këtë një është si një der, që qdo kush veçmi në der, mos me ndosën këtje për gjithmon, ti ke me ber. O njeri ti smërzitesh, para te e koha shkon, ti as pak nuk përgatitesh, për që ti se shumë shpreson, mos u mashtroti mas malit, mos u habit mas e vladit, mos e harroti namazit, mos e largo istighfarin. Eltina Meti, vjesh, Turim. Turim, i sot u mbyll hapja me Kuran, me lutje sabër e ma, fjale Zotit dritë zemër, na u vëzon në çdo hap e emër. O Allah, na e prano leximin, na e përco besimin, na u vëzon në çdo rrugë të drejtë, na fal mëkatën e jep jetë të qetë. Ertë Seferi, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Emina Sibeli, Hashem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم. Bled i viši, Hashem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Blod i viši, Hashem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Berna Fredini, Hashem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بما سألك به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية منا واصلة بعد القبول منا إلى روح نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين ومن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح من دعي لهم خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. O Zotit më të fuqishëm, pranoj për ne të gjitha lutjet me të cilat I drejtohemi administrante, sepse Ti vetëm që I pranon ato. O Zotit I fuqishëm, të lutemi që për nderin të hapës së lexuar dhe për nderin tonë që I dobuar, të gjithëve të ne fali xhennetit, në thosh të rrugë të mbarë të të shpëtimit, në rrugën atyre që I bekove, e jo në rrugën atyre që I mallkove dhe të cilët kanë humbur. Na falë neve o bamirës, na falë neve o mëshirues. Ne të lutim nga tërësia e zemrave tona që për nderin të Kuranit e në kovullësi, në thosh të rrugë të mbarë të drejtë të shpëtimit. Neve, babalarët tonë, nënat tonë, tjemë tonë, vajzat tonë, lartit tonë, motrët tonë, shokët tonë, dashamirët tonë, si dhe farefisit tonë më të gjërë o Zotin Gjësisë. O mëshiruesve, ne sot të lutemi nga tërësia e zemrave tona që pjesëtarë të serameve të fituara nga kjo hapë me lexuar dhe për nderin të atyre fëmijëve që janë duke festuar, le të jetë të gjithë besimtarë të gjalla apo të vdekur, e posaçërisht fëmijëve që u mëdhon mirë. O Zoti Gjësisë, ne të lutemi nga tërësia e zemrave tona që ulën e pejgamberit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ta shpërndejsh me shpërbime të gjinde më të shmoshme në madhërin tënde. O Zotin Gjësisë, ne mira në këtë jetë, ne mira në botën amëqyshme të ahiretit, dhe në mbrojnë në të njëmi xhennetin. O Allah, në farë neve prej drejtarë, të gjithë besimtarët, në ditët të japim llogari për ateje. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن الله مشروسي أفرندرم hoxhën tonë të nderuar të Xhelin Efendi Iljazi që me duan e tij bekoj këtë ceremoni. I nderuari miftimi I finisët e tavës, Dr. Hafiz Selve Efendi Gjemaili, të nderuar rrugjallar, të nderuar operative e miftinisë, të nderuar prindër dhe shumë të respektuar talebe. Në emër të miftinisët e tavës, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot jemi të buar në xhaminë e madhe, në lexhimin e madhe, që të ndajmë gëzimin e përfundimit të hatmes së Kur'anit nga talebët tona. Pa humbur kohë, e ftojmë me respekt të veçantë miftin tonë të marrë fjalën e rastit. Ullami miftin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Të ndëruar të pranishëm, fillimisht falenderojmë Allahun fuqiplot, i cili na mësoi që sot jemi bashkërisht këtu për të ndarë një gëzim të përbashkët në rastin e të arritjes një suksesit të madh nga nxënësit e këtij mektepi, pra përfundimin e leximit të Kuranit të mëbojës sahabës. Salavatet, selamet janë të cilit pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që është mësuesi i parë i Kuranit Fesnik dhe halk pas halk në zgjirin e mësuesve, mualimëve, brin deri te mualimët tonë njësisht, mualimët e kësaj xhamie. Të nderuar xhallar, nderuar imam, Mëshëti nderuar imam, i mualimi i këtij mektepi, në Sur Efendi, të pranishëm vëllezër të nderuar, të respektuara motra dhe shumë të dashur nxënës dhe nxënëse, me lejoni që fillimisht përshëndetim islamin, Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe begatit Allahut në shëndet të qofshin mbi ju. Të vetëdijshëm që kemi ardhur në kohën e namazit të drekës, nuk dëshiroj të zgjat tepër, por do të lejoni të nderuar vëllezër xhamat, së pari që drejtohen nxënësve të këtij mektepi, me që këto na dhanë mesazhe jashtëzakonisht të bukura neve, që mjafton më pas fjalëve të tyre, mjafton për folur, por aspekti protokollar që jemi ne këtu, më lejoni që edhe ne të drejtohemi disa këshilla, dhe prandaj me lejen tuaj para të drejtohem kështu ka nxënësit, kam dëshirë të më dëgjoni para parlamentit, nxënës të dashur, ju para neve sot prezantohet një program jashtëzakonisht të bukur, të mrekullueshëm, që dëshmohet se e keni mësuar leximin e Kuranit të rrjedh shumë bukur mirë, keni mësuar njohuritë fetare e Islamit bukur mirë, jeni me fat që keni mësuar fjalën e të madhit të Zotit, që jo çdo fëmijë e ka këtë fat, ta dini që keni vënë punë të madhe, ndoshta ju tash sillni të kishni për këtë arritje, por më të qetë do vënë më të rritur, besoj që do kuptoni se çfarë suksesi kemi arritur në këtë moshë tonë. Prandaj, dashur nxënës, për këtë arritje, për këtë sukses, më pari falenderojmë Allahun që dëshan që va ka mësuar të mësoni fjalën e tij dhe ju i bëj që të lidheni me Zotin. E lartëmadrishëm dhe kur jeni të lidhur me fjalën e Zotit, jeni të mbrojtur në jetën e kësaj dhunjaje, as gjin e as insan e as shejtan, kur ços mund të bëjë, për arsye se jeni të mbështetur te Allahu Xhaleshanhu dhe këtë lidhje dhe ta marrni të fuqishme me Zotin duke lexuar për çdo ditë Kur'anin, fjalën e Allahut Xhaleshanhu. Dhe për këtë, përpos falënderimit ndaj Allahut Xhaleshanhu, ose herë që dëgjoni mëngjes, thoni elhamdulillah që dita lexoj Kur'an, dhe pastaj ti falenderoni edhe ti nderoni prindit më së pari që u kanë mësuar të dërgojnë në mektep, kanë qëndruar pranë jush, kanë mbështetur, u kanë përgatitur, kanë larë peshë, në bukur, dhe keni ardhur në mektep edhe keni mësuar fenë Allahu Xhaleshanhu te hoxha juaj i nderuar. Prandaj edhe më tepër titoni dhe të respektoni prindit tuaj, për arsye se u ka dhënë një edukat fetar jashtëzakonisht të mirë, të mrekullueshëm, kuptohet me ndihmën e mësuesit tuaj, mualimit tuaj. E treta, të nderuar nxënës, ju t'jeni falëndërues dhe gjithnjë të shprehni mirënjohje dhe respekt për hoxhën tuaj, që ka qenë sabërlik, durimtar, ka qenë përkushtuar në momentin dhe është munduar maksimalisht që duket rezultati për të mësuar fenë e Allahut Xhaleshanhu. Dhe e katërta, këtë xhami ta doni, ta respektoni dhe kado që të shkoni, për herë të keni kujdesi për këtë xhami, për arsye se në bokat e kësaj xhamie nuk keni arritur ta mësoni fjalën e Zotit Xhaleshanhu. E pesta, ju nxënës të nderuar, na treguar një talent jashtëzakonisht të bukur, qoftë në vjeshtë, qoftë në recitime, qoftë në Kur'an që lexohet, qoftë në njohuritë fetare, qoftë në prezantimin artistik që e bën, ne e kuptuam nga ju se jeni shumë të talentuar dhe ju padyshim që do vazhdoni me mësime të ndryshme në shkollat tuaja, dikush për ju të vazhdojë të bëhet mësues, pedagog, profesor,
dikush doktor, mjekë, dikush pilot, inxhinier, kështu me radhë, por ka to që të shkoni, çfarë do drejtimi që të shkoni, mos i harroni mësimet që keni mësuar këtu në xhami, për arsye se sa herë që të jeni me fjalën e Zotit, edhe në drejtim që të shkoni të jeni më të suksesshëm, më përballëtar, për arsye se kush mbështetet në fjalën e Zotit ai edhe ka sukses. Prandaj pas përfundimit të hatmes, fjala hatme e keni mësuar që do të thotë përfundim, por ju në fillim, se e keni mësuar të lexoni Kur'an dhe më të startoni dhe vazhdoni të lexoni Kur'an edhe më të tjerë. Prandaj unë shfrytëzoj rastin që juve, nxënës të nderuar, ma bëj përhar punë të madhe për sukses këtë vërtet, dhe lutem Allahun të lësharë që të jeni edhe më tej me suksese në studimet tuaja të ardhshme. Urime, përhar, dhe Zoti ju ndihmoft në rrugën tuaj të mëtej. Të nderuar, të pranishëm, Shantiju të nderuar prindër që jeni këtu, keni nxënës, por edhe ju që s'keni nxënës këtu. U përcjell një mishët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një mesazh të dërguarit të Allahut që thotë në lidhje me edukimin e fëmijëve, thotë pejgamberi alaihi salatu wassalam, një prind nuk mund t'i lënë pasurinë më të madhe fëmijës së vet se sa edukatën e mirë, tërbijen e mirë, moralin e mirë. Prandaj mbi gjitha në programet tona jetësore, në rritjen dhe edukimin e fëmijëve ta kemi parasysh se morali, edukata është pasuria më e madhe, të tjerët pastaj ndoshta vijnë me radhë. Dhe siç thotë edhe Sami Frashi, shkrimtari i madh shqiptar, thotë, nëse don bereqet marrësh për një vjet, mbill, misër edhe grur. Nëse don të marrësh bereqet për 100 vjet, atëherë mbjell edukat dhe kulturë, mbjell arsi edhe kulturë. Prandaj, në kjo se ne duam që fëmijës tonë t'ia lëmë një zanat, një profesion, një drejtim që jetën e dunjas ta organizojë, se pa të është vështirë të kalohet jeta në dunja, por duhet ta mendojmë t'ia lëmë edhe një art, edhe një mundësi që të shpëtojë edhe botën e ardhshme ahiret. Prandaj, edukimi fetar dhe morali i shëndosh është arti i të shpëtuarit në botën e ardhshme ahiret. Prandaj ju prindër të dashur, ju lutem për angazhimin tuaj që nxënësit i keni, fëmijët i keni këtu. Allahu të lësharë të shpërblet, veçanti do thoja merita më e madhe është e nënëve, për arsye se nënët që në shtëpi dhe janë më të përkushtuara këtë drejtim. U kërkoj falje nga burrat që janë këtu, po për vete foli për ju. Ne disa herë ne burrat dim të harrohemi si gjatë në për kafe, i lëmë shumë angazhime që na presin të shtëpia, kështu që meritën për dëshim që e kanë nonat edhe gjyshet në këtë drejtim pak më tepër. Prandaj Allahu në sharë të shpërblejë të gjitha ata prindër që janë të kujdesshëm dhe kujdesen për edukimin fetar për fëmijët e tyre dhe besoni e lanë një sadaka i xharie, një sadaka që ju vjen dhe sevape edhe pas të ndrojnë jetë në botën e ardhshme, por arsye që kanë edukuar fëmijët e tyre, sa herë të fëmijë që do falen dhe mundojnë Allahu me Rabbana Kfirli, do thonë veli valideje, o Zot më fal gjunahet e mia, edhe do thonë veli valideje edhe prindër më mi fal me gjunat. Prandaj ata prindër që kanë mësuar namazin dhe fen fëmijëve vet, e kanë lënë një çep të hapur që sevapet të rrjedhin edhe pasi të ndrojnë jetë. Kjo është meritë e madhe në Saroni. Këtu le të na kuptojnë edhe ata të cilët nuk i kanë sjellë prindër në miktet. Nuk është vonë në sezonin e ardhshëm, dërgoni fëmijë të hoxha, regjistroni për arsye se pasurinë më të madhe nuk mund të gjeni se sa edukata dhe moral që ruajtën fëmijët tuaj. Dhe treta të nderuar vëllezër që të shohë ta përmendi, padyshim për mritje ki sukses, ki bereqet, ki sukses i madh në çdo sistem edukativ arsimor, janë 3 faktorë që gjithnjë ndihmojnë dhe kanë nevojë të jenë në bashkëpunim. Pra, para i shpejtëzënësit, që veç folë, e dyta janë prindërit që veç i përmendur, dhe treta është mësuesi, pedagogi, rastin tonë, mualimi Resul Efendiu. Prandaj, edhe këtu do ta përmendim një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i dërgoi Allahu te shano thotë,
ma i miri në mesin tuaj është ai i cili e mëson Kur'anin dhe pastaj u mëson edhe të tjerëve. Besoj që edhe nxënësit do t'ja merr momentin e këtij hadithi, se veç ma e dinë dhe shokëve dhe shoqeve dhe motra dhe vëllezërit kanë mundësi të mësojnë, por tash në këtë moment ma i miri në mesin tonë është mualimi Resul Efendiu, bazuar në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se dia fetare kërkon që mos keni egoizëm ta mbajmë veç për vete, por ta shpërndajmë edhe të tjerë. Andaj, duke përfunduar të nderuar vëllezër, shfrytëzojmë nga rasti që t'ju uroj nxënësit për këtë sukses, t'ju uroj të dërgoj përhar familjeve për këtë arritje dhe tani kanë fëmijë të tyre në shtëpi që mund të lexojnë Kur'an për shtotit dhe të bëjnë hall. Të uroj mualimin, mësuesin e këtyre nxënësve për këtë sukses dhe të lutem Allahun të lëshojë që në te t'u japë Zoti forcë, shëndet, energji që të kontribuojnë në edukimin e fëmijëve tonë dhe bën punën me shëndet, bën punën më të shmuar që mund të bëhet, për arsye se në kohën tonë që jemi duke jetuar, në kohë të sfidave të ndryshme, në kohë kur atakohet morali dhe vlerat morale, të jesh i përkushtuar që të përcjellësh të brezat të ardhshme është punë e shenjtë, është punë më e vështirë që mund ta bëj. Andaj urimet të gjithëve juve xhamat që jeni këtu, këshillit të xhamisë dhe banorëve të drejtësisë së madhe për këtë drejtje, për këtë sukses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderoj miftin tonë për këto fjalë të urta. Tani e ftoj miftin të ta ndajmë me njohjen për mualimin tonë Resul Efendi Vishu. Ndërruar, kjo nuk është e tëra që duhet të bëjmë për mualimet edhe shumë më tepër meritojnë, kjo është minimumi për shprehur falenderimet tona, janë ndajmë këtë minjojnë, që të në urime për hajnë Zoti Shalë të sukses. Kemi disa donatorë që janë mundor të ndihmojnë për të realizuar këtë ceremoni, si Hafez Ferik Hasani, Bajrami Iseni, Haxhi Abdil Bilali dhe Haxhi Isak Ibishi kanë ndihmuar që të realizohet ky ceremoni. Gjithashtu nga Miftinia e Tovës të dërgohet ka një Kur'an për të gjithë talebet. Aksa Adem Bajrami, Eda Bajram Iseni, Ermina Imer Ziberi, Alban Ülber Bayrami, Albana Ülber Bayrami, Sara Alaeddin Bekiri, Biona Habil Sulemani, Enes Recep Recepi, Amir Refet Recepi, Reyhan Vaydin İlazi, Blendi Süleyman İbishi, Blondi Süleyman İbishi, Omer Recep Recepi,
Ensar Adem Bayrami, Melek Ismail Bayrami, Beisa Ali Bilali, dhe erdhi Resul Seferi.